Në këtë video do të flasim për dhimbjet e themrës, cilat janë shkaqet dhe disa metoda se si ta lehtësojmë ose ta eliminojmë fare atë. Le t'i rëndisim shkaqet. Fashiti plantar është shkaku më i zakonshëm. Ky është një inflamacion i fashës plantare që është një ligament që shtrihet nga themra deri te gishtat e këmbës. Shkaktohet nga stresi i përsëritur që mund të ndodhë për shkak të ecjes ose qëndrimit të gjatë në këmbë, përdorimit të këpucëve të papërshtatshme ose këmbëve me hark të lartë ose të rrafshët. Dhimbja është më e fortë në mëngjes ose gjatë periudhave që qëndrojmë ulur. Shkaku i dytë është dhimbja nga tendini i akilit, që është një inflamacion i tendinit të akilit që lidh themrën me muskujt e pulpës. Ndodh tek njerëzit që kryejnë shumë aktivitet fizik ose vrapojnë shumë. Dhimbja është zakonisht mbi themër dhe mund të përkeqësohet me lëvizjen. 3. Gjembi i kocës së themrës, heel spur, një zgjatim i vogël kockor që formohet në pjesën e poshtme të kocës së themrës për shkak të stresit të vazhdueshëm të qëndrimit në këmbë. Nuk shkakton gjithmonë dhimbje, por nëse prek fashën plantare, mund të shkaktojë ndjesi therrse në thembër. 4. Bursiti i themrës është një inflamacion i bursës, një qesje e mbushur me lëng që ndodhet midis kocës së themrës dhe tendinave. Mund të shkaktohet nga fërkimi i tepërt ose presioni i gjatë mbi themër, nëse ti vesh këpucë të ngushta ose taka të larta. Dhimbja është zakonisht në pjesën e pasme të themrës. 5. Këpucët e papërshtatshme. Mungesa e mbështetjes së duhur të harkut të këmbës ose shtrojave të forta mund të shkaktojë dhimbje në themër. Taka të larta ose shumë të sheshta mund të shkaktojnë sforcim të ligamenteve të këmbës. 6. Mbi pesha ose shtimi i papritur në peshë. Themrat mbajnë gjithë peshën e trupit, prandaj shtimi i shpejtë në peshë mund të shkaktojë stres të tepërt mbi to. Kjo ndodh te gratë shtatzëna ose personat me obezitet. 7. Neuropatia dhe problemet nervore. Neuropatia diabetike ose shtypja e një nervi në këmbë mund të shkaktojë dhimbje të mprejta ose ndjesi shpim gjelbërash në themër. Sindroma e tunelit tarsal. Ngjashëm me sindromën e tunelit karpal në dorë, ndodh kur një nerv i madh në kyçin e këmbës komprimohet duke shkaktuar dhimbje në themër dhe në këmbë. 8. Frakturat ose platgosjet. Frakturat nga lodhja mund të ndodhin nga përdorimi i tepërt, sidomos tek sportistët ose personat që shtrëngojnë shumë këmbët. Lëndimet e papritura si rënja ose goditje e fortë në themër mund të shkaktojë dhimbje dhe inflamacion. Ja dhe disa këshilla për menaxhimin e fashitit shputar. Pushimi. Shmangni aktivitetet që shkaktojnë stres në këmbët tuaja dhe bëni pushime gjatë gjithë ditës në mënyrë që këmbët të relaksohen. Akull. Aplikojeni akullin në këmbën tuaj për 15 minuta disa herë në ditë për të reduktuar inflamacionin dhe dhimbjen. Shtrirja, stretching. Kryeni ushtrime të rregullta për të relaksuar muskujt e shputës së këmbës. Këpucët. Vishni këpucë mbështetëse dhe të rehatshme që kanë mbështetje të mirë të harkut, amortizues dhe thithës të goditjeve. Ortotik. Ortotikët janë disa pajisje të veçanta që vendosen në këpucë për të mbështetur, korrigjuar ose lehtësuar presionin në këmbë. Ato mund të ndihmojnë në trajtimin e problemeve si dhimbja e themrës, këmbët e sheshta, dhimbjet e gjurit dhe problemet me ecjen. Humni në peshë. Pesha e tepërt shkakton më shumë stres në këmbët tuaja dhe përkeqëson dhimbjen nga fashiti shputar. Terapia fizike. Punoni me një terapist fizik për të mësuar ushtrimet e duhura, shtrirje dhe forcuese. Mund të përdorni barna anti-inflamatore jo steroidale si ibuprofen për të reduktuar dhimbjen dhe inflamacionin. Terapia e masazhit. Merrni parasysh marrjen e masazheve të rregullta ose përdorimin e një ruli me shkum për të ndihmuar në lirimin e muskujve të shtrënguar në këmbët tuaja. Mos harroni, rasti të gjithëve me fashitin shputar është i ndryshëm, kështu që ajo që funksionon për një person mund të mos funksionojë për një tjetër. Përdorni lakrën për të mbuluar këmbët. Disa njerëz e rekomandojnë përdorimin e lakrës
për të reduktuar dhimbjen e themrës të shkaktuar nga fashiti i shputës. Merrni disa gjethe lakre, ngrojini në një flak të zbetë në mënyrë që të mos dëmtohet dhe pastaj vendosini në këmbë. Sigurohuni të vendosni një garz ose një fashe dhe lërni gjatë gjithë natës. Disa njerëz rekomandojnë të derni pak mjaltë në gjethet e lakrës përpara se ta fiksoni në këmbë. Lakra përmban një pigment që quhet anthocianin, i cili ndihmon në reduktimin e dhimbjeve dhe inflamacionit të kyçeve. Mjekësia popullore ndër vite ka përdorur rozmarin dhe uthull molle. Rozmarina ka veti të fuqishme anti-inflamatore dhe ndihmon në reduktimin e enjtjes dhe ngurtësimit në nyje. Gjithashtu përmirëson qarkullimin, i cili është thelbësor për reduktimin e dhimbjes. Uthulla e mollës është e pasur me acid acetik që ndihmon në balancimin e niveleve të pH në trup dhe redukton inflamacionin. Ai gjithashtu ndihmon në shpërbërjen e grumbullit të kalciumit në nyje, duke lehtësuar ngurtësinë dhe parehatinë. Si ta përdorni këtë ilaç? Përbërësit: 2 lugë rozmarin të thatë ose një grush rozmarin i freskët, 1 filxhan uthull molle, 4 gota ujë të ngrohtë. Udhëzime: Zieni ujin dhe shtoni rozmarinën duke e lënë për rreth 10 minuta. Më pas, hidheni përzierjen në një legen dhe shtoni uthull molle. Zhytni këmbët ose nyjet e prekura për 15 deri 20 minuta. Përsëriteni çdo ditë për rezultate më të mira. Vaj masazhi rozmarin me uthull. Përbërësit: 2 lugë rozmarin të thatë, gjys filxhan uthull molle, 2 lugë vaj ulliri. Udhëzime: Përzieni të gjithë përbërësit në një tas të vogël. Lërni të qëndrojë për disa orë ose gjatë gjithë natës për efekte më të forta. Aplikojeni përzierjen në zonat e dhëmshme dhe masazhoni butësisht për 5 deri në 10 minuta. Përdorni 2 herë në ditë për të lehtësuar shqetësimin. Mbështjellja e këmbëve me letër alumini. Disa njerëz besojnë se mund të ndihmojë në uljen e lodhjes dhe qetësimit të dhimbjeve të muskujve. Ideja është që një letër alumini reflekton energjinë e trupit përsëri në muskuj, kështu ofrohet një lehtësim nga dhimbja dhe nga lodhja. Ndërsa provat shkencore që mbështesin këtë janë të kufizuara, disa përdorrues pretendojnë se funksionon për ta. Letra aluminit thuhet se ndihmon në dhimbjet e kyçeve, veçanërisht në këmbë, duke reduktuar inflamacionin dhe duke përmirësuar qarkullimin. Gjithashtu ato thonë se e përdorin edhe në sëmundje si artriti dhe kanë patur lehtësim të përkohshëm pas përdorimit të kësaj metode. Ekziston një besim në mjekësinë popullore se mbështjellja e këmbëve me letër alumini mund të ndihmojë në nxjerrjen e toksinave dhe zvoglimin e ashpërsisë së simptomave të ftojes dhe të gripit. Ndërsa kjo duket e marrë, disa njerëz e përdorin si ilaç të rimëkëmbjes së tyre. Ato thonë madje se mbështjellja e këmbëve me letër alumini mund të ndihmojë edhe në një gjumë më të mirë. Këmbët janë një pjesë e rëndësishme e trupit tuaj. Kujdesuni për to, mos e lini të rënkojnë. Fal tyre, ju lëvizni në mbar botën. Ndiqni këshillat në videon ton dhe nëse ju ka pëlqyer video, mund t'i bëni share në mënyrë që të ndihmoni edhe njerëz të tjerë. Faleminderit për kohën tuaj, do të takohemi në video të tjera.